Kryeministri Edi Rama ka postuar në rrjetin social X duke ju përgjigjur kritikave të ngritura nga organizata Reporterët pa kufi, RSF, mbi ndikimin politik në media dhe pavarësinë e tyre. Në përgjigje të akuzave, kreu i qeverisë ju referua një analize e cila sipas tij është mbështetur në mbi 106.000 artikuj të publikuar nga 47 media të monitoruara. Duke ju referuar të dhënave, Rama theksoi se ato nuk mbështesin pretendimin për media të kapura. Sipas tij dhe në mediat që konsiderohen pranë qeverisë, opozita rezulton më e pranishme se vetë qeveria. Ndër të tjera shprehet se në këtë analizë pjesa e zërit të opozitës arrin në 68.2%, ndërsa dukshmëria e qeverisë qëndron në 31.8%. Kreu i qeverisë shkruan se kritika ndaj qeverisë e tejkalon mbulimin pozitiv me pothuajse 5 herë. Vërtetësisht se ky është profili një vendi ku kritika heshtet, zërat e opozitës marginalizohen apo pluralizmi mediatik është thjesht dekorativ. Përsëri në një mjedis mediatik vërtet të kapur, asgjë nga këto nuk do të ekzistonte. Jo një peizazh ku dukshmëria e opozitës dominon dhe në media gjoja pro-qeveritare. Shprehet Rama në postim. Rama shprehet se këto janë fakte të nxjerra nga një databazë me më shumë se 106.000 artikuj të publikuar. Rama gjithashtu theksoi se vendi po ecën drejt një bashkimi evropian duke theksuar se përmirësimi i mjedisit mediatik do të bëhet në bashkëpunim me BE-n.